Po shkojnë drejt fazës së fundit punimet për vendosjen e pritave malore në fshatin Zëmblak të Bashkisë Maliq. Një investim nga emergjencat civile dhe Bashkia Maliq pas daljes nga shtrati të Përojit rreth një vit e gjysmë më parë, si pasojë e rreshjeve të dendura, duke shkatëruar edhe rrugët e këtij fshati. Fillimisht u rehabilitua Përoji fshatit me beton në të gjithë gjatësinë e tij prej më shumë se 1 kilometër, ndërsa tani drejt përfundimit janë dhe pritat malore te pjesa e sipërme e fshatit. Tu janë pritat malore të cilat po bëhet sistemimi dhe pastrimi i tyre për të kthyer në identitet, pasi edhe këtu siç e dini dhe vetë, para një viti është bërë një përmbytje ku shqyqur që s'ka patur probleme në deme materiale. Shpresojmë që shumë shpejt ta mbyllim dhe këtë punë, të jemi drejt finalizimit të saj. Tu jemi në fazën e dytë të punimeve, pasi siç e shihni dhe vetë, u mbarua dhe poshtë, tash është pjesa lartë e fshatit. Më pas do kaloj dhe pjesa e asfaltimit të rrugëve brenda në fshatin Zëmblak. Me përfundimin e punimeve në fshatin Zëmblak do të kryhet e njëjta ndërhyrje edhe në fshatin Plas për rehabilitimin e Përojit dhe pritave malore, pasi edhe në këtë fshat janë regjistruar përmbytje si pasojë e shirave të rëmbyer.